ku do i marrim parat ne? Ne kemi çdoganuar fiks 110% më shumë kafe. Dhe çfarë kafeje do të thonit ju? Nga ajo e cilësisë më të lartë. Top kafe. Top kafe. Po, jo se unë, orë të nërur zotri, jo se unë, edhe unë e duhe kafen, po ja që rufis ato kafe të cilat preferoj ato cilësit e tjera, po top kafen e kemi çdoganuar ne. Dhe një ditë kreu i tyre u fut në një shkollë, u përsëri në automatizm e ti u përsëriti. Berisha u gënjen. E di që i tha një mësuese 2 kilometra gjatë e ke gënjeshtër, i tha. Berisha ka rrit rrogën time këtë vit, aq sa nuk e ke rritur dot ti me qeveritar në puk me kap mes rrugës. Zoti kryeministër thot, unë thot jam në situatë shumë të rëndë. Jam e strehuar në selin e Partisë Socialiste. E përgëzoj kryetarin që e kishë, jo të theme si gjojtë. Po, me dishmitar, po qëfar më tha? Burin tha, e kam pa pun dhe pas një mshtetje. Po pse ke pa mshtetje ti, tha? Është pa dorë, por tha, i tha shumë, nuk mërë a i pension? Jo, tha, sepse nuk e ka prej dorën në punë. Tjetër, shkova në Vlorë, me doli një fshatar më tha, shikoj duart e mia doktor, i kishte me fibroz të mrira, nuk marr pension se më thonë ke token, tjetët i thonë ke emigrant, të gjitha këto janë pa shpirtësira, hajde t'i zhdukin bashkërisht. Futet për çarje, nuk e bëni mirë këtë, ja u them kështu. Pse o zotri, me qenë se do një sekret, po u them unë ju, në kryet investime për frim në Shqipëri vitin e kaluar dhe vitin që vjen dhe vitin tjetër, do tjetë e bukë e dheut, Saranda, po ja ka dhënë zoti asajmo, po si mund të, sepse po investove në Saranda, ke investuar për gjithë Shqipërin, do ketë Vlora, sepse Vlora ka të gjithë potencial në madhë për t'ja kthyer vendit.